por edhe i ekspozuar nga ushtarake, duke qenë se grupimet që kanë financuar dhe mbështetur deri më sot në lindjet mesme, të cilat e kërcënojnë në mënyrë drejt për drejt Izraelin dhe qëndronin si një lloj bare për Izraelin, duke i pamundësuar ose duke i vështirësuar çdo lloj veprimtarie ushtarake kundrejt bazave bërthamore iraniane, janë neutralizuar deri diku, janë zbehur mjaft në raport me kapacitetet që pretendonin se kishin, dhe në këtë sens edhe Irani ka qenë më i ekspozuar. Dhe mendoj se ky veprim i ushtarak i Izraelit, një operacion i targetuar specifikisht tek bazat ushtarake dhe tek bazat bërthamore më rëndësishmja, vjen pikërisht nisur nga ky kontekst sa i natyrës së sigurisë, aq edhe politik në raport me zhvillimet që ka pasur lindja mesme për gjatë 2 viteve të fundit. Por lëvizja që bëri sot Trumpi duke tërhequr në tryezë edhe Pakistanin që do ta bëj ajo ndërmjetësimin pikërisht me Iranin për një paqe me Izraelin, ka ndonjë domethënie sipas jush e zgjeron kjo ftesë me Pakistanin hartën e luftës apo e ngushton atë? Si mendoni? Po Pakistani është një aktor mjaft interesant për vetë marrëdhënien e afërt në rrafshin e sigurisë që ka me Shtetet e Bashkuara, në bashkëpunimin ushtarak, për vetë natyrën e marrëdhënies bilaterale që ka Pakistani me Iranin. Janë dy vende të cilat pavarësisht se fqinj kanë pasur konflikte dhe shpeshherë edhe shkëmbime të armatosura me njëri tjetrin, duke akuzuar shoqin si mbështetës të grupimeve terroriste në territorin e shtetit respektiv, duke krijuar edhe para pak muajsh në fakt një incident i cili mund të ishte përshkallëzuar dhe më shumë. Ajo çfarë është e qartë është se Irani dhe Pakistani kanë në kuadër të marrëdhënie, sigurisht Pakistani ka shqetësimet e saj për Iranin, jo vetëm për mundësinë e krijimit të një programi bërthamor dhe të pasjes së një armë bërthamore, por edhe për grupimet e ndryshme që ka mbështetur në rajon, të cilat shikohen me skepticizëm nga Islamabadi dhe me mjaft droj. Konteksti ku zoti Trump shikon tek Pakistani një partner të mundshëm të Shtetit Bashkuara për të krijuar një pozicion ose një lloj sistemi dialogues politik me Iranin që të përfshijë edhe vendet e tjera të rajonit është domethënës dhe duke nisur edhe nga vetë fakti që Pakistani është një nga ato vende të cilat kanë armë bërthamore, i shton dhe një element tjetër kredibiliteti gjithë diskutimit të Shtetit Bashkuara dhe gjithë angazhimit që po u bën aktorëve rajonal. Për shkak se të gjithë ata, jo vetëm vendet si Pakistani, por edhe vendet arabe e kanë parë që në krye të herës me skepticizëm programin bërthamor të Iranit edhe do të dëshironin që të ishte plotësisht neutralizuar. Fakt nuk duhet të harrojmë edhe Rusinë që teksa flasim ka bërë edhe disa lëvizje politike që nga Irani deri te Kosova, jo më larg se dje në fakt Putini e njohu në një farë mënyrë pavarësinë e Kosovës pa çka se për qëllimet e veta për Luhanskun dhe Donjeckun, por sidoqoftë Serbia u trazua disi. Edhe Vučić ndërkohë deklaroi se pikërisht kjo luftë e re me Iranin i duhej Serbisë që të arrijë synimet e saj me Kosovën dhe në vjesht, thot ai, do të shihni çuditëra. Si përmbledhet kjo në puzzle-in gjeopolitik sipas jush? Po, deklaratat e presidentit rus janë domethënëse, nisur nga refuzimi që ka bërë ai që në krye të herës pavarësisë së Kosovës, por edhe kontekstit ligjor, duke qenë se drejta ndërkombëtare e drejtësisë i ka dhënë të drejtë pavarësisë Kosovës dhe e ka thënë që kjo pavarësi është bërë jo në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe ligjin ndërkombëtar. Normalisht, sikur se përmendët, zoti Putin e bën këtë deklaratë nisur nga qëllime meskine të tija në raport me Ukrainën, por tregon që ka dhe nga establishmenti politik rus ka një lloj dakordësimi në parim të kontekstit mbi cilin është bërë pavarësia e Kosovës, edhe pavarësisht se për interesa politike të drejtë për drejta nuk e kanë pranuar këtë. Thënë kjo, Kosova duhet të jetë e kujdesshme, pavarësisht se retorika që vjen nga Serbia dhe nga Beogradi është një retorik me cilën jemi mësuar, nuk është se janë të reja kërcënimet që vijnë nga zoti Vučić ose nuk është se janë të papritura, nisur nga karriera e tij gjatë politike dhe antagonizmi që ka pasur në mënyrë të vazhdueshme me Kosovën dhe me institucionet e pavarura të Kosovës, por nevojitet një lloj suçeltësie pikërisht për të përballuar ndonjë kërcënim të mundshëm në rrafshin e sigurisë, sepse dhe interesi i perëndimit është mjaft i vogël për rajonin tonë, duke marrë parasysh kontekstin më të gjerë ndërkombëtar, duke marrë parasysh luftën për cilën po diskutojmë në lindjet mesme, luftën në Ukrainë që vazhdon ende pas gati 3 viteve,
Dhe sigurisht qetësimi është më i madh dhe më i fokusuar te këto konflikte, kështu që ekziston mundësia për aktor malign në rajon për të realizuar përpjekje destabilizimi në raport me Kosovën, por edhe me vende të tjera, ku Bosnia është ndoshta edhe vend më fragil, më i prisht në raport me arkitekturën e sigurisë. Nga pikpamja e saj, Kosova është e rëndësishme që të ndërtojë në fund një qeveri të re për shkak se proceset politike të mbartura dhe proceset zgjedhore të mbartura nuk i bëjnë mirë as pak konsolidimit të demokracisë në Kosovë dhe nuk i bëjnë mirë as përgatitjes për cilën ka nevojë Kosova në raport me Serbinë, por dhe në raport me proceset ndryshme ndërkombëtare dhe me partnerët ndërkombëtarë. Pak duket se në politikën e brendshme po ndeshin ngërçe të rëndësishme në këto momente në Kosovë. Shumë faleminderit për analizën që ju bët për ne, për gjitha këto lëvizje politike që bëjnë fuqi të mëdha, por jo vetëm në fakt në të gjithë botën, duke pasur parasysh edhe këto luftra që janë ndezur në fakt në pika të rëndësishme, por edhe të ndryshme në botë. Faleminderit zoti Çipa. Faleminderit juve.